Këtë ejtë u zhvillua mbledhja rallës e Senatit Akademik në Universitetin e Shkodrës, edhe në këtë mbledhje, ashtu si për herë në çdo mbledhje, rektori Tonin Gjuraj paraqiti para medjave problematika dhe informacione që nuk kishin lidhje fare me rendin e ditës. Ne kemi përfunduar ciklin e parë, pra për vitet e para, me datën 24 tetor, që ka qenë një raund i tretë i lirë, me 998 student. Pra, kemi një student më shumë se sa viti i kaluar. Dëshiroj të falenderoj kryesekretaren, Zojen Dizdari, sekretaret mësimore pranë fakulteteve. Vijojmë një bashkëpunim të shkëlqyer me pushtetin vendor, veçanërisht me Bashkinë e Shkodrës. Për shembull, bashkia ka marrë përsipër tani rregullimin e territorit rreth Fakultetit Gjuhëve të Huaja dhe lyrjen komplet të godinës dhe elementë të tjerë që lidhen me sigurinë e asaj godine, sepse ka disa probleme me disa godina të vjetra që janë pas Gjuhëve të Huaja, po me katin e dytë të sallës së konferencave të Gjuhëve të Huaja. Ndërkohë, një prej senatorëve, Gasper Kokaj, reagoi për çështjen e komunikimit pa kuptim dhe jashtë kontekstit të rendit të ditës të rektorit Gjuraj, ku ky i fundit kërkoi të kthente komunikimin me mediat në shërbim të rendit të ditës, një ndër të cilat ishte pika e miratimit të listës së kandidatëve për administrator në universitet, gjë e cila u anashkalua totalisht nga rektori Gjuraj në komunikimin me mediat, çka përkon me të gjitha lëvizjet e tij të mëparshme për shkarkimin e administratorit dhe shpalljen e vendit të tij vakant. Ju e kthyr në konferencë bëhet një pasqyrim të situatë, i raportim që nuk ka lidhje me rendin e ditës. Unë desha me fol vetëm lidhje me rendin e ditës. Me një pikë të rendit të ditës. Një pikë të rendit të ditës, jo, po flas për mediat. Këtu votoj, aty po flas për mediat. Tregoni konstruktiv. A ndryri njëri tash? Ne të një gjysore të fol tu, nuk ndryrim, nuk të bëjmë. Hajde ta vendosim në mbledhjen e Senatit. Pika e rendit ditës për cilën unë do të fol është çështja e administratorit. Procesi i zgjidhjes, i shkarkimit, i largimit, i presionit të administratorit, edhe procesi i aplikimeve të administratorit. Desha me deklaru pozicionin tim apastafat në lidhje me pikën e renditës të administratorit. Zoti Kokaj. Desha me ju keni një media private. Me qenë se unë vere që në gjithë këtë proces ka një lloj tendencet për abuzim, dhe unë dyshoj se kjo procedurë është shumë abuzive. Mendoj që ta bëj fakt publik këtë gjë. Ta bëj fakt publik kjo. Po ju bëj një pyetje zoti, dhe prandaj unë jam totalisht i ftoftë në lidhje me procedurën e zgjedhjes së administratorit të ri. Edhe e dyta, pjesa e dytë, të bëj një pyetje. Komisioni i Ekonomisë dhe i Burimeve Njerëzore të Senatit ka bërë një raport për të cilin nuk kam qenë. Jeni antar dhe nuk keni qenë. Nuk kam qenë, s'ka problem, nuk është penguar gjë, Jo, zoti Nikshiqi dhe tonë media s'ka problem. Nuk ka qenë. Desha me ju bëj pyetje këtu para mediave zoti rektor. Zoti rektor, desha me ju bë një pyetje. Aty ka konstatu komisioni që një nga punonësit e Universitetit të Shkodrës, të administratës së universitetit, ka konkurruar dhe nuk ka paraqit një dokument që thuhet nga punonësi. Të qëndrojnë e para, e dyta, ti si drejtues, si punonës i universitetit, në këtë universitet, edhe për punonësit e administratës. A je ndjeni që në një nga administrata që nga aplikantët që ka apliku këtu për administrator ka vrejtje ka në një vrejtje? Tani ju jeni titullor. Jo, je për përgjigjen këtu. Jo, nuk është pika dytë. Ju fol jashtë renditës. Tani na jep përgjigjen të lutem, jepi përgjigjen para Senatit edhe para mediave, se nuk jena këtu veç me fol një person, e kupton tjerë me bëra amen. Ne jemi këtu me fol me unigju zoni i të tonë, i të gjithëve. Pikërisht, tani jepi përgjigje, a je ndjeni për një vretje që në administratën nga ata që kanë bërë aplikime, kanë marrë vretjen po nga drejtuesit e universitetit? Okej. Jeper. Kjo është destruktive. Jo, ti je i gatshëm me porosit artikuj për punonësit e universitetit. Ti si je i gatshëm për më dhënë. Kaq. Pavarësisht pyetjes nga senatori Kokaj, rektori Gjuraj i bëri bisht dhe nuk dha përgjigje për pyetjen e bërë, çka do të thotë se është një shenjë që rektori fshet disa të vërteta në lidhje me kandidaturat për administrator.